mashkullore në fletë në votimit. Partia Socialiste, si që bërë edhe disa ditë më parë që bërë një kërkesë, mundi drejtohet kasit me një kërkesë tjetër dhe të kërkoj që çdo vot që ka një organ gjenital mashkullor apo femëror të konsiderohet nga kasi si e vlefshme dhe ne do shprehemi me vendim siç u shprehëm dhe në rastin e parë. Ndërkohë ka ankesa dhe kandidati i Partisë Demokratike Ilir Ali Mehmeti për mënyrën se si po i vlerësoni ju këto vota. Atëherë duhet kemi parasysh një gjë. Kur nisi ky proces, nisi me pretendime për trafikim prej mijëra votash. Kryesisht nga kandidatët pa dashur t'i vë emrin, ishin kandidatë edhe nga ata që kanë bërë kërkesë ankimore dhe nga ata që s'kanë bërë kërkesë ankimore, por duket qartë që nuk kemi arritur në shifra të tilla. Jemi shifra shumë të ulta dhe sot që po diskutojmë, po të vihet re edhe nga postimet e kandidatëve apo dhe nga media, bëhet fjalë vetëm për pretendime për bishta kryqesh, pra është bishti brenda kutisë apo jashtë kutisë, është qendra e kryqit mes dy kutive apo brenda një kutie, çka tregon qartësisht se ka të bëjë vetëm me interpretime votash individuale dhe jo me trafikim masiv votash. Për aq kohë sa nuk ka pasur një trafikim masiv sa i përket kandidatëve apo subjekteve, unë besoj se tani askush nuk mund të bëj pis procesin e numërimit, pra flasim për administrimin zgjedhor që është bërë nga KZAZ dhe nga grupet e numërimit, dhe tani po tentohet nëpërmjet mënyrave të tjera që të bëhet pis procesi i rinumërimit tonë KQZ nëpërmjet numëruesve të KQZ-s apo dhe antarëve të kasë. Në cilat raste sipas jush ka trafikim? Sa do të jetë numri i votave që merr në një qendër votimi një kandidat i caktuar për ta vlerësuar si trafikim dhe jo gabim njerëzor? Tani ajo do parë rast pas rasti. Unë e kam cituar edhe herë tjetër dhe kam edhe qëndrimin tim që sot për shembull kemi vënë re edhe në disa raste dhe këtu nga numëruesit në KQZ, momenti i hedhjes në sistem mund sjellë duke qenë se lista e Tiranës ka numër të konsiderueshëm kandidatësh, mund vi që si pasojë e hedhjes në sistem ngatrohet një rresht me një rresht tjetër dhe ndodh një invers. Pra një kandidati që ka një numër të caktuar votash i bëhet 0 dhe kandidati tjetër jepen votat e kandidatit anasjell. Dhe kjo për mua në rastin më të mirë është gabim njerëzor. Megjithatë do parë rast pas rasti, nëse ky grup numërimi ka bërë disa raste të tilla inverse, nuk besoj se jemi në kushtet e gabimit njerëzor, por besoj se jemi në kushtet e një qëllimi për të trafikuar vota. Në rastin e ministrit Ervin Hoxha, i cili deri më tani rezulton me 260 vota të pamerituara, të paktën nga ajo që keni vlerësuar edhe nga fletët e votimit, është një gabim njerëzor apo mund t'i shkoj edhe akuzave për trafikim? Një kuti Ervin Hoxha ka 43 mos gaboj vota. E pash atë është 43, por aty duhet kemi parasysh, zoti Hoxha është në listë në zonjën Kodheli. Dhe po të vjet re nga grupi i numërimit, nga KZAZ, ato votat zotit të zonjës Kodheli janë dhënë zotit Hoxha. Po, kurse këtu në numërim është bërë kundërta, pra ka dalë që votat nuk janë të zotit Hoxha, po janë të zonjës Kodheli. Pra trafikim brenda llojit këtu. Brenda llojit, por nuk e them dot mënyrë absolute është trafikim, pra është bërë me dashje, sepse do parë për verbali i numëruesve, sepse nëse numëruesit KZAZ kanë bërë siç ka dalë këtu, nuk kemi të bëjmë me trafikim absolutisht, por është gabim njerëzor nga personi që ka hedhur në sistem. Një numër kaq i lartë votash, është një provë mjaftueshme për të vlerësuar që ka një lloj tendence për manipulim apo ndonjë lloj përpjekje që mund të jetë? Dëgjoj, do para ras pas rasti, ne na ka ndodhur edhe këtu, se disa të vëmendshëm keni qenë, që kur është hedhur në sistem, është hedhur gabim. Votat e një kandidati janë hedhur kandidatit më sipër dhe ka ndodhur e njëjta gjë edhe këtu, që janë gabime njerëzore dhe është ndruar më një herë. Tani prandaj procesi ka numërues, ka vëzhgues në mënyrë që në momentin që konfirmohet për verbalit, të gjithë kanë pasur mundësinë që të ngrenë pretendime lidhje me këtë fakt. Ai nuk mund ta them, nuk e them dot. Qofse ky grup numërimi ka bërë 2 herë, 3 herë ditën gjë, qoftë dhe jo me 45, por edhe me 10 apo me 8 vota, besoj se mund të jemi në kushtet e një vepre penale. Por qofse ka ndodhur vetëm një herë, nuk e them dot a jemi në kushtet e trafikimit apo jo. Në rast se jemi në kushtet. Deri me aq sa kemi parë në disa raste për disa kandidatë, përveç shembujve që sollën kolegët të ministrit të brendshëm, por edhe disa kandidatëve të tjerë, qoftë opozitës edhe majorancës, ne vërejmë që ka vazhdimisht brenda një grupi numërimi në një KZAZ 7, 10, 15 apo shifra të tilla që janë jashtë po themi gabim, asaj që quhet si gabim njerëzor. Këto janë indice të mjaftueshme që të kërkohet hetim i theruar. Patjetër. Atëherë mendimi im në këtë rast është, qofse i njëjti grup numërimi ka bërë lëvizje të tilla jo me 40, po dhe me 5 vota për disa qendra votimi, unë besoj se jemi në kushtet që ka element mjaftueshëm për depozituar një kallëzim penal dhe pastaj është
prokuroria ajo që do verifikojë të gjitha elementet, a kemi pasur dashje apo jo. Cili është organi kompetent për ta bërë këtë kallëzim? KASI, Komisioni Atëherë, nga eksperienca ka qenë Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve ai që ka bërë kallëzimet penale në këto raste. Një pjesë të rasteve që ai ka menduar se nuk kanë qenë kushtet e kallëzimit penal, i ka sjellë në KAS për vendosje sanksioni administrativ ndaj numëruesve, operatorëve, komisionerëve të qendrave të votimit sipas rastit, dhe ne kemi dalë me vendim, gjithmonë vendim sanksion administrativ atë që mund vendos KAS-i. Po vetë KAS-i mund t'i referoj? Po KAS-i ne nuk i kemi të gjithë, ne kemi rezultatin e numërimit KZAZ, kemi dhe rezultatin e numërimit në KQZ. Qofse do të dalë që numëruesët KZAZ, që ne nuk e kemi atë proces verbal, e kanë numëruar si duhet, por gabimi ka ndodhur në sistem, moment në hedhje sistem, atëherë nuk mund, pra ne nuk i kemi të gjithë elementet e mjaftueshëm për të bërë një kallëzim penal. Bravo, ka Patjetër që dhe kryesisht, tani këto të gjitha janë informacione publike dhe prokuroria i ka gjithë mundësitë që të nisë hetime penale kryesisht për këtë rast. Zoti Brau, sa i takon pletëve të votimit të kandidatëve preferencial, ka një pretendim nga disa kandidatë që KAS-i i ndryshoi rregullat e lojës në mes të lojës, pasi ditët e para, sipas tyre, KAS-i nuk e aplikonte këtë praktikë të vlerësimit, pra për të quajtur votat e blefshme në të pablefshme, ndërkohë që ju më pas kërkesës së Partisë Socialiste nxorët edhe këtë përgjigje sepse i quani të tilla dhe cila do të ishte mënyra më e saktë për t'i vlerësuar këtë vota. Atëherë KAS nuk ka ndryshuar asnjë standard që nga momenti që ka filluar procesi i rinumërimit deri sot. Dhe nuk besoj se do ndryshojmë standard, përveç se thash nëse Partia Socialiste do bëj kërkesë për atë pretendim që kishte ngritur sot, dhe ne do marrim një vendim lidhje me atë çështje. Por për çështjen e shenjave të vendosura në krah të emrit, mbi emrin, nën emrin që janë të paqarta se të kujt kandidati janë ato vota, ne kemi mbajtur qëndrimin që vota i takon vetëm subjektit zgjedhor. Pra duhet ta kemi qartë që nuk është se vota është quajtur e pavlefshme, është quajtur e pavlefshme për kandidatin dhe jo për subjektin zgjedhor, është njohur subjekti zgjedhor. Ky ka qenë qëndrimi ynë objektiv. Dhe duhet kemi parasysh një gjë, që ne kur kemi vendosur këtë standard nuk e dinim as kujt ishin votat, ishin zotit Braçi, ishin zotit Ali Mehmeti, zonjës Tabaku, zotit Hoxha. Ne kemi mbajtur standardin për ta ruajtur as standard deri në fund dhe për të qenë objektiv në vlerësim. Tani ajo që po aludohet nga kandidatët se KAS ka ndryshuar qëndrim apo standardi i vendosur nga KAS ka sjellë rritje të numrit të fletëve të pavlefshme, edhe kjo nuk qëndron sepse të gjitha ato shifra që ju shihni në tabelën e rezultateve pas rinumërimit, kjo shifra e këtyre kryqeve anash mund të jetë më pak se sa 1% e atyre votave që janë konsideruar të pavlefshme. Pra, kjo është bërë e madhe sepse u bë një kërkesë nga Partia Socialiste, por fakti është ndryshimet kryesore të votave nuk kanë ardhur si pasojë e asaj shenje. Madje duhet të them që ne në vlerësimin ton kemi bërë më shumë vota të vlefshme se sa të pavlefshme. Po ndërkohë krahas kandidatëve rritje kanë dhe partitë, sidomos Partia Demokratike, e cila mund të themi që është forca e parë me vota më shumë të shtuara. A mund ta thoni se cili është rasti i gabimeve që ju i keni shpallur nga të vlefshme në të pavlefshme në rastin e subjekteve politike? Atëherë, disa raste kanë qenë raste kur kryqi ka qenë jashtë kutisë apo kur nga procesi numërimit nuk është parë që ka pasur kryq ke subjekti dhe kryq ke kandidati një subjekti tjetër, pra gjëra të kësaj natyre. Po duhet kemi parasysh prapë kjo shifër, nuk e di sa ka arritur sot rreth 400 vota, është krejtësisht irelevante në raport me numrin total të votave që ka përfituar Partia Demokratike apo dhe Partia Socialiste. Pra unë edhe këtë do e fusja në kushtet e gabimit njerëzor. Nuk është se kemi parë qendra votimi që të ketë pasur lëvizje masive të votave për subjektet zgjedhore. Zoti Braho, si një prej anëtarëve që kërkuat që të bëhej ky proces rinumërimi, në bazë të rezultatit deri më tani, a gjykoni se ja vleti që të rinumëroheshin të gjitha votat e qarku Tiranë, po ashtu edhe për sa i përket qarqeve të tjera, duke marrë konsiderat rezultatin që prodhoi? Unë besoj që ky proces patjetër ja vleti sepse i shërben transparencës, ja vlen sepse pastron baltën nga procesi i numërimit, hedh poshtë gjithë ato pretendime për trafikim prej mijëra votash dhe patjetër i shërben procesit sepse pretendimi që KAS-i të shoh mijëra orë video dhe pastaj të marrë vendime nëse duhet hapi kutinë apo jo, është pretendim krejtësisht i pabazuar dhe i pamundur që të realizohet objektivisht. Kështu që vetmja mënyrë për të bërë transparencë, sidomos lidhje me qarkun e Tiranës, ishte nëpërmjet procesit të rinumërimit dhe rivlerësimit të fletëve të votimit.